Vërtet është ndeshje e vështirë. Po thuj se munduam të bëjmë diçka që të shkojmë ndryshe nga ndeshja e parë, sepse kishim edhe një ndeshje më përpara për kampionat dhe Final Four menduam që ta zgjidhim duke aplikuar disa opsione të cilat ne i pam të arsyeshme për të bërë. Deri diku u realizuan. Sigurisht loja pothuajse ishte e ekuilibruar, kishte momente të mira të vllaznisë, por kishte edhe momentet tona ku mundet edhe ne të finalizohemi, por njëkohësisht siç mund të kishte edhe vllaznia rastet për të finalizuar. Besoj se niveli i futbollit të femrave në këto nivele duhet të jetë. Kam përshtypjen jo vetëm 4 ekipe, por edhe shumë ekipe tjera që të bëhet akoma dhe të bëhet futbolli më i bukur dhe të kishte, siç kishte sot tifoza që erdhën e panë të finalet, të ketë në çdo lloj ndeshje të tilla emocione. Përndeshja ishte një ndeshje e luftuar, një ndeshje që ishte vlerë për gjysmëfinalen e kampionatit shqiptar, e Final Fourit. Vllaznia bani paraqitje jashtëzakonisht e mirë, po jo vetëm për të fitoria, po edhe lojën që bani. Edhe ekipi që do mundu, ka një ekip e mirë, një ekip simpatik, por normalisht ne ishim dominant. Lojën e kishim gjithmonë në kontroll, kishim edhe raste të tjera për shënit, por vetëm një gol për fillën e ndeshja. Normalisht është ndeshja e parë, në ndeshjen e dytë do të rregullojmë atë, riparojmë atë gabimin që kena bërë, që në ndeshjen e dytë të vazhdojmë prapë me këtë avantazh që kena.